Me shfaqjen e Trangullat nga Teatri Dodona i Prishtinës, mbron filloi aktiviteti tani më i përvitshëm më Vera e Kulturës Tetovare, që organizohet nga ana e komunës së Tetovës. Kjo drama autorit Jahi Jahiu dhe në rol kryesor të Muhamet Arifit, e cila u mirëprit nga ana e publikut në Qendrën Kulturore të Tetovës, në skenë u vu nga ana e regjisorit Agim Selimi. Pikëparë falënderit publikut, një publik i mrekullueshëm. Verës është hera parë, domethënë që luaj Verës është pak o problem teatr me lujt Verës, është super nxehtë. Nuk do më thonë që patëm ndaj problem për pos djerësve edhe nxehtit, por në ryshe kemi kaluar zakonisht shumë mirë. Është hera e dytë nëse nuk ka bëj që luajnë Tetovë. Publiku është shumë i mrekullueshëm, jashtëzakonisht shumë mirë, jemi ndjej dhe shumë mirë kemi kaluar. Vera e Kulturës Tetovare sonte vazhdon me ekspozitën e artistëve shqiptar në kompleksin Arabati Baba Teqi, ndërkohë që gjatë mbrëmjes së nesërme në Qendrën e Kulturës në Tetovë do të prezantohet Teatri i Operës dhe Baletit nga Tirana. Po çish, edhe po. Ej, po ju po do